A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Falënderimet janë për Allahun, Zotin e gjithësisë, ata e falënderojmë dhe vetëm për ati i kërkojmë ndihmën. Mëshira Allahut qoftë mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe për mbi të gjithë ato besimtarë dhe besimtare që ndjekin rrugën e tij deri ditën e gjykimit. Mëshira Allahut qoftë edhe për mbi të gjithë ju që jeni sonte bashkë. Allahun e falënderojmë për gjithçka. Nuk marrën falënderimi janë për Allahun që na udhëzoi, na drejtoi dhe nuk na lën humje. E falënderojmë derisa të kemi fremat në trupët dhe në shpirtat tonë. Nëse mani men për ligjëratën e kaluame, patëm një kapitull të Kuranit shumë interesant që quhet kapitulli Ash-Shams, dielli. Dhe Allahu xhelle xhelaluhu pra betohet në këtë kapitull duke thënë wa shamsi wa duhaha. Betohem në diellin. Wal qamari idha talaha wan nahari idha jallaha wal layli idha yakshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma takhaha wa nafsin ma sawaha. Qad aflaha man zakaha. Dhe ka shpëtuar ai që e pastroi veten. Dhe këtë pak a shumë e sqaruam çton në kaluame. Edhe ngelem tek ajeti ve kad habe men desaha. Dhe i poshtruar ai i cili e poshtroi veten, i humbur ai që e poshtroi veten. Çka është ky njeri që e poshtron veten? Ne o vëllezër dashur, Allahu ju bekoft, shumë gjëra do të na zbulohen kur dalim përpara Allahut xhelle xhelaluhu. Pa drejtësi të ndryshme, shirku që i kanë bërë Zotit xhelle xhelaluhu disa njerëz, poshtrimi i tyre, djegja e tyre në zjarmin e xhehenemit, shumë gjëra do të na bëjnë të qarta neve. Do t'i shohim, do t'i marrim vesh. Por besimtari dhe besimtarja këto gjëra i ka kuptuar duke qenë edhe këtu në dynjë. Nërsa atë do t'i shohim, o si pas ka qenë filani, o çfarë dënimi pata filani. Bile do të bisedojnë banorët e xhenetit me banorët e xhehenemit. Do ta shohin njëri tjetrin. Ju në xhenet, ata në xhehenem. Edhe këto të xhenetit do një bëjnë një pyetje shumë interesante që Allahu e përmend në Kur'an. Vallahi kjo do të ndodhi. E besojmë, pa diskutim. Se çdo gjë që flitet në librin e madhrueshëm, Kur'an dhe gjithçka që ne ka kallëzuar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk e diskutojmë dy herë. Edhe do t'i thotë, çka ju sollin zjarr? I pyesin këto të xhenetit, këto të xhehenemit. Ata do t'i thonë, ne ishim nga ata që nuk faleshim namaz. Pasha Allahun pa. Pra shife, çfarë mirësie dhe begatie të ka dhënë i madhi Zot xhelle xhelaluhu, që te fal namaz. Ju thotë, çka ju sollin zjarr? Nuk falshim namazën. Do i thonë ata. Vazhdojnë prap. Ne talleshim me ata që falin namazin. I thonë prap ata. Talleshim, i përgojojshim. Edhe me të vërtet ka ndodhur kështu. Po si mos tjetë kështu? Kur i madhi Zot xhelle xhelaluhu di sepse libri Kurani është fjala e Allahut. E mos di Zoti xhelle xhelaluhu çka do ndodhi atje, krejt normale. A e dini se si na zbulon i madhi Zot xhelle xhelaluhu dhe ne e shohim në jetën e kësaj bote. Një djalë thoshte për babain e vet, këtu në dynjë. Edhe më thoshte mu, a e ke pa atë budallajin të manej? Thoshte për babën e vet. Djali për babën. Pse jati vjen të këtu në xhami? Edhe vjen, edhe sot e kësaj dite. Tha, a ka ardha i budallaj i manej? Vallahi. Çfarë thot Allahu për këtë grup njerëzish? Ve kad habe men desaha. Dhe me të vërtet thot, ata të cilët
e poshtruan veten me vepra të këqija. Çka është vepra e keqe? Vepra më e keqe në këtë botë është me mohu Zotin, shirku. E ke vulos. 1000 vepra tjera të mira, po ti punojsh në jetën e kësaj bote nuk kanë asnjë vlerë përballë kësaj vepra. Nëse nuk rregullohet kjo fjalë, kjo vepër, nëse nuk hiqet dorë prej kësaj, nëse nuk pendohesh prej kësaj, ti njerëzit me ndihmu, me i majt në plomb dorës, kështu, natë ditë. Ti me blej ilaçe për gjithë botën, me ju dhon bukë gjithë botës. Nëse nuk i jep për hir të Allahut, nëse ti nuk njeh Allahun, krijuesin tënd, nëse ti thua që unë kam marrë prej vetvetiut, edhe e kam kulturë që me ndihmu njerëzit, ja, nuk bën. Zero. Asi vlerë nuk kanë ka Allahu xhalla xhelaluhu. Pra, më e keqja vepër që ti e poshtron veten me mohu Allahun, krijuesin e gjithësisë. Por shohim që Allahu ka një emër personal të vetin, ka shumë emra, po një emër i veçantë thot për veten e tij, unë jam i durueshëm, Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe normalisht thot jam me ata që bëjnë durim. Krahun atyre që bëjnë durim. Ama Allahu i duron shumë njerëzit. Për shembull, ne nuk mund të adurojmë një njeri që thot unë se besoj Zotin, edhe të hash bukë me atë bashkë. Allahu xhalla xhelaluhu i thot, i ka thonë Musait a.s. O Musa, a nuk shiko se shpunojnë ta duke më mohu mu? E dihet mo që kambi Musait shumë i mrapsht. Shumë i mrapsht. Gja pa bon këtë botë nuk në lonë. Edhe disa kombe tjera që Allahu i përmen në Kur'an. Edhe a i shikonër Musa thot, a i një gjëndë që flasin për mu dhe, unë i furnizoj, i sjell në këtë jetë, i begatoj, i pasuroj, i lumturoj.